Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje të caktuar ndaj tij nga apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani. Berisha jashtë ambienteve të prokurorisë theksoi se operacioni i Spakut ndaj call centerit në Tiranë është dekonspiruar. Dështuan operacionin 2 vjeçar. Nuk e dështuan plotësisht, nuk arritën, por dekonspiruan operacionin 2 vjeçar të një grupi gazetarësh hetimor ndër më të shkëlqyrit në Europë. Ky treg, që ta dini, është një nga tregjet më kriminale në Ballkan, në Europë dhe në botë. Janë 200 sipërmarrje, të cilat të patronuara siç dihet nga Olsi Rama, ortaku i Amand Josifit, të cilat ditën natë vjedhin qytetarët e huaj me mashtrimin. Kreu i Partisë Demokratike shtoi se agentët e BKH-s u kanë dhënë çdo informat ekipit që hetonte pasi kanë të gjithë fotot dhe videot e dokumentuara për veprimtarinë. Gjithashtu, Kryedemokrati ka folur edhe për qëndrimin e gjykatës kushtetuese ndaj arrestit shtëpiak të tij. Ai theksoi se vendimi i gjykatës kushtetuese kundrejt tij ishte partijak dhe se pasojat ndihen akoma për sa kohë shkon dhe paraqitet në SPAK. Gjykata kushtetuese është një seksion i organizate partije të Partisë Socialiste. Njërë së pari, komenti i parë. Atë çështje gjykata kushtetuese e trajtoi pas 8 muajve paraqitje. Në një kohë kur çdo çështje që ka të bëjë me qeveritarët e trajton brenda 2 dhe 3 javëve. Këto janë standardet partijake të gjykatës kushtetuese. Së dyti, gjykata kushtetuese në një vendim të kodur partijak shpalli jo kushtetuese vendimin ndaj meje, por nuk e shfuqizoi atë. Nuk e shfuqizoi. Ndërkohë që ai vendim ka pasoja edhe sot.